Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit. Falenderojmë Allahun, Zotin, krijuesin e botrave. Mirësitë, bekimet dhe mëshira e Zotit qoftë mbi dashurin e Tij dhe dërguarin e Tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, si dhe mbi të gjithë ata besimtarë dhe ato besimtare që ndjekin dhe e pasojnë rrugën e Tij deri në ditën e Kiametit. O Zot, na dhuro dije të dobishme, na mundso vepra të mira. E sa ti me gjallë, o Allah, në furnizon me furnizim të pastër, halal. O Allah, o Zot, në mëso atë që në bën dobi, e në bëj dobi me atë që në mëson, e në shtot diturin dhe urtësin. O Allah, o Zot, bëj e dijen që ne marim dhe japim argument, dëshmi për ne, jo argument dhe dëshmi kundra nesh. O Allah, o Zot, bëj e këtë dije që ne marim dhe japim ndërmjetësim për ne ditën e Kiametit, atë ditë ku nuk bën dobi as pasuria, as pasardhësit, vetëm se kush të paraqitet ty, o Zot, me zemër të shëndetshme dhe me vepra të mira. Atëherë po filloj me pyetjet të cilat kanë ardhur të regjistruara, nëse vëllezërit ose motrat mund të kenë pyetje direkt, mund të bëjnë pyetje, s'ka asnjë lloj problemi. Atëherë thotë: a është e vërtet që thonë kur është vakti akşamit mos me ilon fëmijët në gjumë? Unë kam bebën 4 mushe dhe kur është në gjumë në vakt të akşamit, kur hoxha tret ezan, po më thonë mos e lër në gjumë, po zgjoje. Larg budallëve. Këta janë njerëz që s'kan dije dhe flasin me ignorancë. Bebi le të flej kur t'ja doj kokra qefit. Mjes, drek, ndarg, në akşam, mas akşamit, para akşamit, për jaci, mas jacie, para jacie, për ikindi, para ikindije, mas ikindije, për drek, para dreke, mas dreke, për sabat, para sabaut, mas sabaut. Kështu që larg këtyre njerëzve që flasin me pa dituri. Beba jem ka dek në bark, pra bebi, pra foshnja, i ka ndru jetën në bark. Pa lind unë jam kanë muaj 9, pra ka qenë në muajt 9. Dhe 2 ditë para se me lind ka dek, pra ka vdek. E hoxha në tha zban me ja kry adetet se ky ka dek në bark të nanës. Kanë shku kanë pyet hoxhën dhe hoxha ka thonë nuk i bëhet asnjë lloj adeti fetar. Pra nuk lahet, nuk qefinoset, nuk i falet xhenazja, sepse ky fëmijë ka ndru jetë në barkun e nonës. Ky hoxh urgjentisht duhet denoncu dhe duhet arrestu, sepse ka folë në fenë e Zotit me shumë guxim të madh pa dituri. Ta janë njerëz shumë problematik që flasin në fenë e Allahut pa dituri. Kështu që nëse do ishte mundësia që këta të denoncohen në policinë, prokurorinë, në shtet, në mështininë, me shihat në bashkësi islame, në komunitet, kudo që të jetojnë këta njerëz, duhen denoncuar. Ka thënë Zoti në Kur'an: "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna as-sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula." Mos u prononco për atë gjë që s'ke dituri, se njeriu do të japë llogari për gjithçka. Do të japi llogari për fjalët që thot, për veprat që vepron dhe për prononcimet që ndërmerr që jep. Ky soi hoxhallarësh dhe kjo racë hoxhallarësh duhen arrestuar të gjithë pa mëshirë. Si puna e atij Ohrit që kishte prish namazin, pse tha dikush me amin me zot lart. Desha të pyes se kam dëgjuar thotë se disa nga muslimanë për shkak të disa mëkateve që nuk janë penduar do të hyjnë në xhenem, e pas një kohe përsëri do të hyjnë në xhenet. Çfarë ndodh? Nëse kemi bërë ndonjë mëkat e nuk na kujtohet specifikisht dhe kemi harruar për të penduar për të, si të reagojmë në këtë rast, dhe ka ndonjë dua specifike? Allahu në surën Tahrim thotë: "Ja ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha." O ju që keni besuar, pendohuni me një pendim që i përfshin të gjitha gabimet që keni bërë.
Kështu që besimtari, nëse nuk i kujtohen mëkatet, dhe është normale, nëse i ka harruar mëkatet, dhe është normale që t'i harroj, thot: Allahumma gfirli ma qaddamtu, wa ma akhartu, wa ma asrartu, wa ma a'lantu, wa ma anta bihi a'lamu minni. Ose e thua shqip: o Zot më fal, çfarë kam bë? O Zot më fal, çfarë do të bëj? O Zot më fal, çfarë kam bërë haptas? O Zot më fal, çfarë kam bërë fshehurazi? O Zot më fal, gjunahe që ti i di më mirë se sa unë, dhe unë i kam harru. Këtë dua të lutje pra, na e ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mund ta bësh edhe në gjuhën shqipe. O Allah, më fal për gjunahet që kam bërë, më fal për gjunahet që do të bëj, më fal për gjunahet që kam bërë haptas, më fal për gjunahet që kam bërë fshehurazi, dhe më fal për ato gjunahe që unë i kam harru, po ti i din. Ku shpendohet me këtë lloj pendimi, ja fshin Zoti të gjitha. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: kush thot astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh, i kërkoj falja Allahut të lartmadhëruar, që të më fali dhe pendohem tek ai për çdo gjë që kam bërë. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam thot: kush e thot këtë formulë, pra edhe në gjuhën shqipe, nuk ka asnjë problemi, Allahu do t'ja fali gjunahet edhe nëse është tërheq nga fusha e betejës. Tërheqja nga fusha e betejës është prej mëkateve të mëdha. Atëherë nëse njëri e bën këtë dua, i fshihen të gjitha, edhe nëse ka bërë ndonjë mëkat të madh. 3. Nuk është problem nëse njeriu harron ndonjë mëkat, po e përfshin pendimi i tij i përgjithshëm. E përfshin pendimi i tij i përgjithshëm. Pra kur ti thu: o Zot më fal, të gjitha gjunahet që kam bërë, i përfshin edhe ato që ti nuk i man mend. Kështu që stresi 0. Kam gjuhë në në YouTube, yt i thon YouTube-it. Po. Kam gjuhë në YouTube që ka mundësi që një musliman mos të ketë fëmijë, dhe një ndër arsyet që ai nuk ka fëmijë është mosbërja e kurbanit në festën e Kurban Bayramit. Larg budallëve, larg mashtruesve. Kjo nuk është e vërtetë. S'ka lidhje mosbërja e Kurban Bayramit me fëmijët. Pse qafirat që s'bëjnë Kurban Bayram s'kan fëmijë? Po çan këto më burrë dhe. Si s'marrun një herë këta njerëz, më vëlla? Si nuk marrun një herë këta njerëz? Më fal për kohën që po të marr, nuk ka asnjë problemi se për këtë punë jemi këtu. Desha një ndihmë, thot, në lidhje me kreditin, burri im dëshiron të marrë kredi për të blerë shtëpi dhe unë i kam treguar me qetësinë më të madhe se është haram. Mirë po, ai mi fjalë ka për qëllim, insiston dhe nuk më dëgjon. Ti këshilloje, kaq. Mbaron detyra jote si bashkëshorte me këshillën. Mbaron detyra jote si bashkëshorte me këshillën. Pra në momentin që ti thua burr, s'do të më marr kredi sa është haram, i hapim luftë Zotit. Nëse i hapim luftë dot komshiut, se na hyn dajak, na shi, na i shi kockat, komshiu, na i shi kockat. E jo më me hap luftë Zotit botrave. Po burri do më e bëhet punë, ti e ke marru detyrën tate tek Zoti. Pra i ke thonë zbon, i ke thonë është haram, i ke thonë o burr mos e kemi shpall luftë Zotit. Në shtetit si shpallim do të luftë, jo më Allahun, Zotit botrave. Do me vazhdu kapsolli, avdalli, le të vazhdoj, ti je në rregull me Zotin, e ke këshillu, je në rregull. Do e me vazhdu, Zoti u zoft. Kështu që motra në këtë rast nuk ka pse të kalojnë në depresion, as në ankth, as në stres. E boni këshillën, mbaroi historia, kaq. Stresit 0. Inshallah je mirë, inshallah jena mirë, po. Jam duke punuar, por në punë më bjen që namazin mos ta falin në kohë dhe kjo çdo namaz duhet me e shtyr.
A mund t'i fal namazet bashkë në fund të ditës? Jo. Sepse feja e Zotit nuk është me si ta ndjesh bëje. Feja e Zotit është çfarë thuhet në fenë e Allahut. Namazet mund të shtysh nga koha fillestare, po jo që të dalin nga koha. Për shembull, namazi i drekës, thirret ezanin orën, tani sa thirret ezanin orën 1:10. Deri në orën 5:10, ti ke drejt me e fal drekën nga ora 1:10 deri në orën 5:10. S'është kusht patjetër sa hyn koha e drekës. Dhe mund ta falësh ikindin nga ora 5:10 deri në orën 8:25. Ke kohë sa të dush. Kështu që nuk është kusht patjetër në fillim të kohës. Dhe ky është një koncept i gabuar që disa vëllezër që janë në fillimet e Islamit mendojnë se patjetër namazi duhet fal në fillim të kohës, se përndryshe nuk vlen. Kjo nuk është e saktë. Mund falet namazi në fillim, më tutjes së fillimi, mund falen në çerek, mund falen gjysmë, mund falen 3 çerek, mund falen dhe nga funi fare. E rëndësishme është mos të dali namazi nga koha. Ndërsa me i mbledh gjitha ndarkët bashk, kjo nuk ekziston në Islam dhe në asnjë nga mendimet e Islamit. Edhe shijat i falin 3 herë në ditë. Ky do me kalu edhe shijat, do me i bë gjitha ndarkët. Po çfarë bë kjo? Hajde ti mori me ofertë. Se ekziston kjo lloj forme në Islam. Si ta kuptojmë hadithin e mëposhtëm? Në motë shumë të nxehtë vonohen namazin e drekës derisa të pak të bëhet freskët, sepse ashpërsia e nxehtësisë është nga shfryrja e zjarrit të xhenemit. Po bëhet fjalë për ditët e nxehta të verës. Mund vonohet namazi i drekës derisa të thyhet nxehtësia. Pra kur të filloj me ra, lejohet. Këtë punë e bën imami me xhamatin në xhami. Për shembull, le të themi, ora 1 është kulmi. Mirë, po nga ora 2:30 fillon dhe bjerë nxehtësia. Atëherë imami bjerë dakord me xhamatin që namazin e drekës do ta falim në orën 3. Dhe xhamati thotë vallai kështu na përshtatet, ose da falim 4. Dalim 4, falim drekën, presim edhe i çik, falim dhe ikindin, edhe selam aleikum, aleikum selam. Si ta shofi imami dhe xhamatit arsyeshme. Pra lihet në dëshirë të imamit dhe të xhamatit. Pra gjithë ideja është mos dëmtohen njerëzit. Për këtë arsye në Islam bashkohet namazi kur je udhëtar, për shkak mundit. Bashkohet namazi kur je i smur, për shkak të smundjes. Bashkohet namazi kur është shi, për shkak të dëmet që i sjell njerëzve, kur është ftohtë, kur është erë e madhe, kur është breshër. Edhe ky rasti kur është nxehtë i madh, vonohet namazi derisa të stabilizohet situata. A është e vërtetë se po të shikosh shumë në pasqyrë dhe të shikosh veten të bukur, mund të sulmojnë xhindët? Jo, nuk është e vërtetë. S'po e them atë shprehjen larg budallëve, po faktikisht duhet me ne larg budallëve. Ponoj tek ujësiellës kanalizimet dhe gjatë fushatës së ndërprerjes së furnizimit me ujë, në raste debitore kemi hasur dhe raste ku banojnë nëna në moshë, fëmijët e të cilave as nuk denjojnë të përgjigjen për këto detyrime për nënat e tyre. A ngarkohemi me gjëna ne nëse në këtë rast zbatojmë ligjin duke i lënë këto nëna pa ujë? Subhanallah. Domethënë ka akoma njerëz të tillë mbi sipërfaqen e tokës. Djali jeton në vete me të gjitha kushtet, nonën e kalon me i shtëpi atje dhe ka debit për shembull 5 milion lekë vjetra ose 6 milion lekë vjetra. Edhe shkojnë këto vëllezët e ujësiellësit në kanalizimeve, emri ose kontrata me këtë numër rezulton debitore dhe duhet prerë uji. Kafsha, pra i biri i kësaj nënës, kafsha, e din që nënës mund t'i pritet uji, e thot, le t'i pritet. Po pagujo kafsh,
o kafsh me fytyrë njeriu, paguaj ujin e nënës tate. Për i ato s'ka problem. Mirë po aty të ujësjellës kanalizimet ka dhe vëllezër musliman që i friksohen Zotit. Dhe nuk e dinë ora çfarë po bëjmë. Ashtu siç ka vëllezër besimtar tek OSHE-ja, ashtu siç ka vëllezër besimtar në administratë, ashtu siç ka vëllezër besimtar në parlament, ashtu siç ka vëllezër besimtar etj. etj. Dhe këta vëllezër besimtar nga që i friksohen Zotit dhe vënë ballin në sejdë, ora thonë si ta bëjmë? Me zbatu ligjin, sepse faktikisht rezulton debitor, kontrata në fjalë. Me zbatu ligjin, plaka e shkret e nona që mund të jetë 80 vjeçare, mbetën pa ujë. Mos me zbatu ligjin, problem se kontrata është debitore. Si veprohet në këtë rast? Unë mendoj dhe Allahu e din më së miri, në këtë rast duhet zbatuar ligji. Nëse ky kafsha me fytyrë njeriu duhet i përgjigjet nënës vet me çdo lloj forme dhe me çdo lloj mënyre. Në këtë rast toleranca zero, por unë do të sugjeroja që vëllezërit tanë që punojnë tek ujësjellës kanalizimet këto raste t'i çojnë tek emisionet investigative. Në mënyrë që këta njerëz të bëhen mësim për njerëzimin. Këta njerëz duhet dalin tek emisionet siç është Stopi, siç është Fix Fare, siç janë Xhadat, çka ka tjetër nga këto emisionet e tmerrshme. Piranjat, që mos t'i ngeli atrin asnjënës për këtyne, dhe këta njerëz duhen talentis, këta njerëz duhen fliq. Këta njerëz duhet me nxjerr tek jeta është qef, duhet me nxjerr tek këto faqet e mëdha. Ja rasti një fëmije bish i cili me paturpsinë më të madhe thot pritja, mos paguaj lek. Në mënyrë që të bëhen mësim, se këta njerëz Zoti nuk e kanë frikë. As prej Zotit nuk kanë turp, po ti je i sigurt se këta njerëz po ti nxjerrësh në media, po ti nxjerrësh këto emisione që unë përmenda, këta e paguajnë edhe ka rrezik ta morin nonën në shtëpi. Nuk e lejnë atë të jetoj, fillikat e vetëm, dhe turpi i madh dhe fatkeqësia e madhe që të ketë në shoqërinë tonë bisha të tilla me fytyra njerëzish. Zoti i udhëzoft, nuk di çfarë më thonë më shumë. Kur shpërthejnë thot ujrat e bebit, a duhet merret gusl? Jo. Ujrat në rastin e lehonis, shpërthimi i ujrave nuk obligon as abdes, as gusl. Sepse nuk është prej, si më thënë, gjërave që obligojnë abdesin, as guslin. Edhe për femrat në këtë lloj situate ka shumë lehtësim. Lehtësim me kuptimin e mënyrës faljes e kështu me radhë, sepse është momentet e fundit, që është para lindjes. A mundet djalli ose shejtani me i lënë gratë 7 zëna, se po më duket shumë absurde, po të pyes se një teologe një feje tjetër, po e thot këtë gjë, po edhe një hojgj, pra hojgj, ka për qëllim, i Maqedonisë ka thënë, këta duhen arrestuar, këta duhen denoncuar, këta duhet me i fut në burg gjithë, pa përjashtim. Si që e ka kjo punë kështu të le gjini 7 zënë, këta janë lujtë menshme vëlla, këta s'ka polici që i arreston, s'ka duhen mush burgjet me këtë kategori njerëzish. Kështu që feja është gjëja më e shtrenjtë dhe më e shenjtë që ka një jetë në kësaj bote. Nuk mund të merret nga njerëz të padenj. Rasti i kësaj të ashtë të quajturës teologe që del dhe flet, nuk duhet marrë në konsiderat, sepse e para nuk është e fesë dhe besimit tonë, dhe e dyta dhe në fenë dhe në besimin e saj ajo është
absalt, është e jashtëligjshme. Sepse në fenë dhe në besimin e saj thuhet, kur një femër predikon, duhet mbulohet, ose duhet rruj kokën. E zonja në fjalë, që thotë se djajt lejnë 7 zëna femrat, del me kokën as të mbuluar dhe as të rruar. Kështu që është e padenjë edhe në fenë e saj që ajo t'japi fetva, pra t'japi opinione fetare, është e padenjë. Po edhe ky hoxha, si thot pyetja i Maqedonisë, e njëjta gjë. Ti je i sigurt se s'ka marrë shkollë, ose do të jetë një lyf insan, edhe flet kështu broshkulla për të tërheqë vëmendjen apo për të shti njerëzit në tmerr. Është mesele tjetër që nëse njeriu nuk përmend emrin e Zotit kur han bukë, nëse nuk përmend emrin e Zotit, Allahut, pra kur bën marrëdhënie seksuale me bashkëshorten e tij, mund të futet iblisi të ortakëroj me të kur ushqehet, apo kur, po jo kështu, kryja shket në qef vet, me sap vet, ka bo dhikrin, ka fal namazin, ka bo të gjitha, ka ngel zonë. Nga kush? Nga djalli. Të hangër djalli ty, o Zoti ma. Ej, Zoti ma. S'ka këta njerëz, dhe më thonë, duhen denoncu. Çdo komunitet fetar, çdo bashkësi fetare, këta fitnexhit, fetvaxhit, duhet i denoncoj dhe këta njerëz duhet arrestuar dhe duhen shpall komunikata që feja nuk merret nga këta njerëz të çmendur. Tezja ime ka ndruar jetë dhe familjarët e mi po insistojnë që të agjëroj 10 ditët e Muharremit për të. Me që do të hymë në muajin Muharrem, dhe po më thonë që duhet pa tjetër t'i agjërojmë këto 10 ditë për të, dhe më thonë ti, si mbese saj e ke për obligim. O Zot në jep sabër, o Allah. O Zot në jep sabër. Se janë shtu shumë, o Allah. Janë shtu shumë këta njerëz. E ke për obligim, thot, me agjëru 10 ditë për tezën, 10 ditë e Muharremit për tezën. Ti ishte Ramazan, më hajtë më po thu se Ramazan është farz, po 10 ditë të Muharremit për tezën, as për nonën jo, për tezën. Këta janë, në të një ka zonë në i virus, se nuk ka mundësi. Tjetë shtu kaj shumë ignoranca, dhe tjetë përhap kaj shumë pa dituria, pa tjetër që do të ketë rënë në i virus, se nuk ka mundësi që tjetë kaj ekstreme situata. A bon me i shit flokët, apo me i dhënë për fëmijët me kancer? Me i shit nuk lejohet. Me i bërë dhurat për fëmijët talasemik, për fëmijët me kancer, e tjerë, lejohet, nuk ka asnjë lloj problemi, madje është sevap, është shpërblim. Pse jemi krijuar, thot, dhe pse jemi në këtë botë? A thua vallë Zoti kishte nevojë për ne, apo ka ndonjë urtësi tjetër që Zoti i Madh na krijoi neve, ndërkohë që jeta e kësaj bote është shumë e vështirë dhe ka shumë pak kënaqësi që i ndodhin njerëzimit? Përgjigjen për këtë e ka dhënë Zoti në Kur'an. Thot i Madhi Zot Allahu: La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Zoti nuk pyetet për atë që ai bën. Ne, pra ne njerëzit do të pyetemi. Wallahu yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahum al-khiyara. Allahu yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahum al-khiyara. Është Allahu ai i cili krijon, përzgjedh, dallon. Ati i takon të përzgjedhë dhe të dalloj si të doj, dhe krijesave, pra njerëzve dhe xhinëve dhe botë, nuk i takon asgjë. Pra është punë e kujt? Është punë e Zotit. Allahu khaliqu kulli shay.
Allah është krijuesi i gjithçkaje. A ka urtësi pse Zoti neve na ka sjellë në këtë botë? Pa dyshim që ka urtësi. Dhe një nga urtësitë është që ne ta adhurojmë Allahun, ta madhërojmë Allahun. Dhe se kjo botë shërben si një moment provimi për njeriu për të merituar takimin me Allahun në botën tjetër apo për të mos e merituar. Kështu që është punë e Zotit dhe ne nuk ndërhyjm punët e Zotit. Neve s'na lejohet me hym punë të njëri tjetrit. Pse e boni filoni këtë gjë? Ty s'lejohet me ndërhyjm. Jo mo ti si krijesë të ndërhysh në punët e kujt? Në punët e Zotit. E kuptove, se kuptove, e kape, se kape, e zbulove, se zbulove, nuk është fort interesante kjo pjesë. Nuk është fort interesante. Interesante është që ti duhet bësh detyrën. Cila është detyra jote edhe imja? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Xhinët, njerëzit i kam krijuar për të madhuruar. Kjo është detyra jote. Kjo është detyra jote. Tjetër, Allahu xhallal xhelalu krijesat i ka krijuar në 2 kategori. Një kategori që janë të krijuara për adhurimin dhe madhërimin e Zotit dhe s'kan ata apo ato nuk kanë zgjedhje tjetër. Një kategori e krijesave janë krijuar vetëm për këtë punë. Pra funksionojnë me arsye dhe nuk kanë zgjidhje tjetër, nuk njohin zgjidhje tjetër. Cilët janë me lajke. Janë kriju vetëm për të adhuruar Zotin. Kemi një grup tjetër krijesash të cilat nuk e kanë arsyen, mirë po edhe ato në formën e tyre adhurojnë Zotin, që janë kafshët, sendet dhe çdo gjë që është në qiell dhe në tokë. Mbetet një kategori krijesash që e kanë adhurimin e Zotit me dëshirë. Të 2 rastet me lajket dhe çdo gjë tjetër që ekziston e kanë në programim. Pra meleku, engjëlli, edhe nëse do të mëkatoj nuk mëkaton tot. Pse? Nuk e kanë program. Meleku çfarë bën? Vetëm adhuron, madhëron, vlerëson, lavdron, lutet, falet, bën haxhin në qiell etj. Nuk ka meleku alternativ tjetër. Nuk ekziston tek meleku lodhja, nuk ekziston tek engjëjt, pra lodhja, fjetja, shumimi, shtimi, epshi, etj. Janë kriju programu vetëm për të madhëruar dhe adhuruar Allahun dhe nuk e njohin botën e tundimit, mëkatit dhe të epshit. Kemi pjesën tjetër, të cilët nuk janë në këtë shkallë, mirë po dinë vetëm të bëjnë, le të themi, veprime që kanë bënë me jetën e tyre, pra i kanë inspiruar Zoti si të zhvillojnë jetën e tyre. Për shembull, viçin e lopës, kush e mëson që duhet pi tek gjinjtë e lopës sapo lind? Kush e mëson me mangën që sapo del nga veza duhet bëj këtë lëvizje, apo fluturën, apo mushkonjën, apo mizën e kështu me radhë. Pra nuk e kanë arsyen, mirë po zhvillojnë jetën e tyre. Edhe kjo kategoria adhurojnë Zotin në formën e tyre. Nuk janë si kategoria e parë që janë me lajket. Mbetet një kategori tjetër krijesash që janë njerëzit edhe xhindët, që janë të alternuar mes të dyjave. Kanë mundësinë e adhurimit dhe kanë mundësinë e refuzimit. Pra ua kalon Zoti me dëshirë. Për këtë arsye me lajket në xhenet shpërblehen apo vazhdojnë të njëjtën punë? Vazhdojnë të njëjtën punë. Me lajket vazhdojnë të njëjtën punë në xhenet. Çfarë bën me lajket në xhenet? Madhrojnë, vlerësojnë, lavdrojnë, falenderojnë Allahun e kështu me radhë. Sepse për atë punë janë krijuar. Kafsh kanë në xhenet? S'ka. Çfarë ndodh me kafshët në botën tjetër? Të gjitha kafshët bëhen dhe. Pra kafshët nuk shkojnë as në xhenet, as në xhenem. Na bëjnë halal ata që kanë qenë dhe macet, nuk do t'i morin me veten në xhenet. Ekstremi që mund të ndodhi, do të ringjallen e do të bëhen dhe.
Mbetet kush? Mbetet një model tjetër i krijimit të Zotit, që është ata që adhurojnë nëse duan, adhurimi i Zotit me dëshirë, njerëzit edhe xhinët. Pra Allahu ka sjellë në tokë gjitha, ose në këtë botë gjitha alternativat. Ata që adhurojnë Allahun me hir dhe me pa hir, ata që adhurojnë Allahun po zhvillojnë jetën e tyre në mënyrë instiktive të inspiruar nga Zoti, ata dhe ato që adhurojnë Allahun me arsye dhe nuk bëjnë asgjë nga zhvillesat jetësore që bëjnë krijesat e tjera, dhe mbetet një krijesë tjetër që është njeriu dhe xhindët, të cilët kanë arsyen, po kanë edhe tundimin. Kanë shpirtin, kanë dhe arsyen, kanë dhe tundimin. Ata pastaj pozicionohen në adhurues ose në mos adhurues, në të devotshëm ose në të shthurur, në shumë të mirë ose shumë të këqij, ose të alternuar. Në një moment e gjen shumë të mirë, pastaj bjerë, në një moment e gjen shumë devotshëm, pastaj ftohet e kështu me radhë. Pra, ta janë njerëz. A na don, thot Zoti, neve me kushte apo gjithsesi na don fort? Gjë Zotin ne nuk e mësojmë se çfarë bën ai. Ai na mëson neve në Kur'an se kë don ai. Thot Allahu në Kur'an: Inna Allah yuhibbu at-tawwabin, inna Allah yuhibbu al-mutatahhirin, wallahu yuridu an yatub etj. Allahu do, edhe përmend kategoritë, ata që pendohen, ata që janë pastër, ata që falin namaz. Allahu do ato që japin zakat. Allahu do ata të cilët agjërojnë. Allahu do ata të cilët ruajnë nga harami. Allahu do ata të cilët flasin drejtën dhe të vërtetën. Allahu do ata të cilët dëshmojnë hakun dhe të vërtetën. Allahu do ata të cilët ushqehen me halal. Allahu do ata të cilët largohen nga harami. Pra Allahu xhel xhelaluhu i don njerëzit siç don ai dhe me kushtet që ka vendosur Zoti. Po si ka mundësi që Zoti i don njerëz normalisht? Thot Zoti në Kur'an: e fenexhalul muslimine kel mujrimin, mund të barazojmë besimtarët me qafirat. Ky i bjerë Zotit 5 herë në ditë në sejdë, merr abdes, agjeron Ramazan, nuk pin alkol, i largohet bixhozit, i largohet mos respektimit prindërve, respekton prindrit, sillet mirë, ku dëgjon etj etj. Ky është ky. Kemi këtë tjetrin, s'le gjuna pa bër, s'le mëkat pa bër, sillet keq me prindrit, i bë keq komshive. Këtej bë magji, këtej sillet keq, këtej vet, këtej si mund të jenë njësoj këta njerëz? Vetëm një i çmendur mund të thojë që pse me kushte na do Zot, po me kushte na don Zoti neve. Me kushte na don, po. Kene hallti, kene problem. Allahu thot: unë dua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 20, 30 kategori njerëzish. Dhe thot po në Kur'an: unë urrej ata që më mohojnë. Unë urrej ata që më bëjnë idhujtarin. Unë urrej ata që bëjnë magji. Unë urrej ata që vrasin. Unë urrej ata që presin. Unë urrej ata që s'falin namaz. Unë urrej ata që s'japin zakatin. Unë urrej ata që mërzisin prindrit. Unë urrej ata që i bëjnë keq komshiut. Unë urrej ata që nuk sillen mirë me bashortën e tyre. Unë urrej ata që nuk respektojnë dhe nuk i binden ato, që nuk i respektojnë dhe nuk i binden burrave të tyre e kështu me radhë. Ka pru Zoti ligje. Pa është njësoj si kur thua ti, a është njësoj në ligj ai që shkel semaforin dhe ai që i rrin semaforit në rregull? Jo, mërë Zotni, nuk janë njësoj. Po pse me kushte na do neve me Shqipëri? Po mërë Zotni, me kushte, ti rish ligjit në kokë, edhe të rish korrekt. Pse jeti shqiptar, nuk do të thosë se duhet bëj çfarë dush, çfarë do qefit. Jo, mërë do t'i përmbash ligjit dhe rregull, përndryshe ku përfundon? Përfundon në burg. Po normal. Edhe kjo punë, pse Zoti ka krijuar, s'do thotë që ti pse me kushte na do neve Zoti, ja po do të pyesi ty Zoti, ta mori herën mend ty. Thotë: "Ha, si thotë o baftjar. Ha, si thotë, si ti duan njerëz me kushte apo pa kushte?" Pse i madhi Zoti i gjithfuqishëm që ka krijuar gjithçka dhe të gjitha krijesat e lejon, pra e lën një nga krijesat e tij, engjëllin e flakës, iblisin. E para, iblisi nuk është engjëlli i flakës, iblisi është dreqi, është xhin. Thot Zoti: illa iblise kana min al-jinn. Iblisi është xhin, është nga xhindët, nuk është engjëll. Engjëlli i flakës. Ç'është ky term? Se ekziston ky term në Islam. Atëherë thot, si ka mundësi që Zoti e lën një nga krijesat e tij, pra iblisin, që vetë
Zoti e di se si e mendon ky angel, xhin, pra, që mos të përulet njeriu të Ademit dhe pastaj të bën nga mëshira e tij. Bie pak në dështim atë që ka thënë Zoti pa kërkuar se çdo krijesë do sot na jep mend Allah. Allahu xhalla xhelalu e ka krijuar iblisin në mënyrë që të sprovojë njeriu. Maro historia, kjo është gjithë fabula. Një nga urtësitë e krijimit të iblisit është vënia e njeriut në provë. A do të ngjoj iblisin që thot vrit vllajën për i gardh? A do të ngjoj iblisin që thot ndaje gruan kot? A do të ngjoj iblisin që thot pi drog? A do të ngjoj iblisin që thot luj bixhoz? Apo do të ngjoj Zotin që thot falja gardhin vllajt tat, se e ke për vlla, ta ka bë e njëjta nën dhe i njëjti bab. Trajtoje mirë gruan, se është amanet i Zotit. Mos i bëj keq komshiut. Fal namaz. Dhe njeriu zgjedh Zotin ose zgjedh drejtin iblisin. Krijimi i iblisit, ardha e iblisit në këtë botë është sprovë për njeriu. Si ja lejon Zoti? Çfarë e lejon Zoti? E ka pru Zoti sprovë. E ka pru Allahu xhallal xhelalu sprovë. Ti ke dy lëngje përpara. Njëri është bazë dhe tjetri është acid. Apo jo? Çfarë bën ti në kimi? Merr një nga ato provzat, jo provzat, si quhet e kam harruar. Ha? Letrën. E fut ke kjo, nëse bëhet blu, çfarë do thotë se është acid? Nëse bëhet e kuqe do thotë se është bazë. Ose e kundërta, çfarë problemi ka? Pra çfarë bën ti e vën provë, apo jo? Vën provë. Kjo është historia. Kjo është historia. Iblisi është si puna kësaj letrës. Zbulon kush është bazë dhe kush është acid për njerëzve. Zoti e din, nuk ka dyshim. Zoti e din se kush është, po kjo është për argument. Se Allah dhe mund të mos ta kishte kriju fare neve, na ringjallë të dinë kiametit, hajde filan po. Ha? Ti në dynja, po të kishe jetu, do të bëshe 1, 2, 3, 4, 5, 6, e si pasoj veni jotë është në xhenet. Hajde ti tjetri, po, vite baftjari. Ha, baftjar. Ti po të kishe arë në dynjo, do të kishe mohu mu, do të kishe vrat, do të kishe prej veni jotë në xhenem. Qa do të thoj dhe ky edhe ky, baftjari A dhe baftjari B, do të thoj dhe ajo Zot, ty Allah, faleminderit shumë. Do të thojë ky tjetri baftjari B, o Zot, po ti më vënë herë në provë. Të paktën mos i kisha pishmon vetes time. Për këtë arsye thot Zoti në Kur'an, li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Në mënyrë që njerëzit mos të kenë argument kur dalin para Zotit, mos të kenë si të arsyetohen. Allahu din gjithçka, po ne jemi në provë. Ne jemi ata të cilët vërtetojmë se kush jemi, dhe ne jemi ata të cilët punojmë për atë që e meritojmë dhe atje ku do të shkojmë. Në shumë video që dëgjoj rreth besimit, pjesa më e madhe e predikimit të fetvave që dëgjoj është se nëse nuk sillemi në një lloj mënyre, pra nuk themi ato që duhet, apo hajmë gabim, apo flasim gabim, apo shajmë, apo sillemi keq për çdo gjë që një lloj shoqërie në gjykim islam nuk shkon, Zoti do ndënojë në xhenem. Shumë frikë nëse nuk jemi të bindur në kërkesat që na shkruar në Kur'an. Po si u bindëm kësaj kërkese, ose po soll ndryshe, që nga që na kërkohet sipas librit, do të dënohemi në xhenem. Pse predikimi i fesë nuk ka bëhet me dashuri apo me frikë? E ke lexuar mbrapsht vëlla. Ti kur e ke marr Kur'anin me lexu, e ke kthyr mbrapsht. E vërteta është që Zoti thot falja ime nuk ka kufi. E vërteta është Zoti thot sikur gjunat e tua rob o njeri kanë arrit kupën e qiellit dhe ti thua Zot më fal, kam për të fal. Feja thot dhe Islami thot që nëse njeriu e takon Allahun dhe ka bërë gjuna sa peshon toka, po nuk i ka bërë shok Zotit, pra ka adhuruar Allahun një vetëm, Allahu ka për të falë të gjitha.
Nuk është e vërtet që kushdo që bën një gjuna do të shkojë në ferr. S'është e vërtet. Allahu mund ta falë robën e tij pa çun ferr fare. Ky është problemi, se mendja e njeriu do të krahasoj, imagjinoj se çfarë bën Zoti. Pra e llogarit Zotin me veten e vet. Nëse i thuti dikujt mos ma bë këtë, ai e bën, kry lëshon mbi të ndëshkimin maksimal. Por nuk është kështu me Zotin. Nuk është kjo gjë me Zotin. O ju që keni besuar, që keni bërë aq shumë mëkate sa që e keni egzageruar, edhe arritën në një fazë që i humët shpresat, mos i humni shpresat, se Zoti i fal të gjitha gjunahet. Ai është falës, është i gjithëmëshirshëm. Po pse thotë për shembull kush e bën këtë dënohet, po normalisht do të japi sanksionin. Normalisht do të japi sanksionin. Po nuk është e kusht që ta zbatoj. Pse? Sepse ai thotë rahmeti wasi'at kull shay. Mëshira ime mbulon gjithçka. Sepse ai ka thënë, mëshira ime e ka mundur hidhërimin tim. Allahu ja ka bërë haram zjarrin e xhenemit çdo njeriu që thot la ilaha illallah. Allahu ja ka bërë haram zjarrin e xhenemit çdo njeriu që thot la ilaha illallah. Kështu që ti o vllai që ke bërë këtë pyetje ose motër, e ke lexuar çik mrapsh Islamin. Për këtë arsye në Islam thuhet tekstet dekurajuese nuk lexohen të shkëputura nga konteksti i përgjithshëm i mëshirës së Zotit dhe i mëshirës që predikon Islami, po në të njëjtën kohë edhe tekstet inkurajuese nuk lejohet të shkëputen nga konteksti i përgjithshëm i korrektësisë dhe ligjit. Për shembull, thot aty, kush thot 100 herë në ditë subhanallahi wa bihamdihi, i falen gjunahet edhe nëse i ka sa shkuma e detit. Po mirë, nëse s'fal namaz ky avdalli, edhe thot 100 herë subhanallahi wa bihamdihi. A ja fal subhanallahi wa bihamdihi edhe namazi që se fal? Ose pin ky sa bëhet taponxh. A e di fjalën taponxh? Domethënë, a ja fal kjo subhanallahi wa bihamdihi 100 herë? S'ja fal. Pra nuk lejohet në Islam që tekstet inkurajuese të shkëputen nga konteksti i përgjithshëm i korrektësisë dhe i ligjit, dhe nuk lejohet në Islam që tekstet dekurajuese që flasin xhenem, dënon e kush e bën këtë, të shkëputen nga konteksti i përgjithshëm i mëshirës dhe i faljes së Zotit që nuk njeh kufi. Pse Zoti e krijoi gruan nga brinja e Ademit dhe nuk e krijoi edhe atë nga balta? Kur ta takosh Allahun, botën tjetër boja këtë pyetje. Thotë Zot, po pse kishte krijoi nga balta? E krijoi nga brinja e Ademit. Ne kemi dhënë përgjigjen për këtë në hutbë xhumaja dhe kemi thënë Allahu xhël xhelalu e krijoi njeriu e parë pa babë dhe pa nën. Allahu e krijoi njeriu e dytë, Havan, Evën, me babë pa nën. Allahu krijoi gjithë njerëzimin me nën dhe me babë. Allahu krijoi Jezusin Isain alayhi salam me nën pa babë. Pra gjitha alternativat me fuqinë e Zotit funksionojnë. Pa babë dhe pa nën, Ademi a.s. Me babë pa nën, Havaja. Me babë dhe me nën, gjithë njerëzimi, kishte mbet vetëm një alternativë. Cila ishte? Me nën pa babë. E krijoi Isain a.s. me nën pa babë. Pse është ai pa babë nuk do të thotë se është biri i Zotit, sipas Islamit. Sepse Eva, Havaja, pse është pa non nuk do të thotë se është goca e Zotit. Ademi a.s. pse është pa babë dhe pa non nuk do të thotë se është biri i Zotit. Apo jo? S'ka lidhje krijim i Zotit. Inna mathala Isa inda Allahi ka mathali Adam, khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Shembulli i Jezusit Isait a.s. te Zoti është si shembulli i Ademit. E krijoi Ademin nga balta dhe i tha bëhu, dhe u bë.
Dhe Isajin a.s. Jezusin e krijoi nga nëna, bëhu, dhe u kriju. Si që krijoi Havan nga brinja e Ademit. A ka ndonjë urtësi pse e krijoi nga brinja e Ademit? Ka urtësi. Dhe pse nuk e krijoi nga balta, siç thot vllajon që ka bë pyetjen. Nuk e krijoi nga balta se nuk është e pavarur femra. Nuk është qenie e pavarur. Ajo funksionon me mashkullin, me burrin. Të dy bashkë krijojnë jetën. Për këtë arsye nuk e krijoi nga balta, por e krijoi nga njeriu. Sepse mashkulli dhe femra sjellin jetën, sjellin njerëzimin. Po t'ishte Ademi në vete, po t'ishte Havaja në vete, duke sikur mashkulli mund sjelli jetë me mashkull dhe femra mund sjelli jetë me femër. Kjo nuk funksionon. As në ligjet e Zotit, as në ligjet e logjikës, as në ligjet e arsyes, as në ligjet e fizikës, as në ligjet e ku dëgjon. Atëherë krijua Ademi alayhi salatu selam dhe krijua bashkëshortja e tij prej tij, se më thon kjo të plotson ty. Dhe ju tha Havas indirekt, ti funksionon kur ke burr. Bashkohet një mashkull dhe një femër dhe krijohet jeta, krijohet familja e kështu me radhë. Ndërsa nëse bashkohet një femër dhe një femër, nuk ka jetë. Nëse bashkohet një mashkull dhe një mashkull, nuk ka jetë. Jeta vjen mes një mashkulli edhe një femre. E krijoi nga brinja e tij, e kemi thënë hutbet xhumas, për t'i treguar njeriu se femra është me të në misionin e adhurimit Zotit, kënaqësisë Zotit, në misionin e rregullimit të jetës në tokë, janë bashkë, krah për krah. Dhe nuk e krijoi nga këmba e burrit që burri ta shkeli me këmbë. Pas nuk e krijoi nga koka e burrit që gryja të jepin qafë. E krijoi nga brinja, pra për të bashkë. Dhe e krijoi nga një brinjë e burrit për t'treguar që peshën më të madhe kush e ka? Burri. Er-rijalu qawwamuna 'ala-n-nisa. Burrat janë ata cilët udhëheqin, menaxhojnë dhe drejtojnë familjen. Pra peshën më të madhe dhe përgjegjësinë më të madhe në familje kush e ka? E ka burri, e ka kryefamiljari, e ka bashkëshorti. Një teologe më ka thënë që nuk duhet bëhen meshkujt sunet dhe aq shumë më ka tronditur sa që nuk më pranon truri. Po normalisht s'ta pranon truri, shqyr që pas ke tru, me e kuptu që kjo s'është teologe. Kjo mund t'jetë psikologe, kjo mund t'jetë çfarë them unë. Gjithçka mund t'jetë kjo, vetëm teologe nuk është. Gjithçka mund t'jetë, vetëm teologe. Sepse në fenë tonë, rrethprerja apo të bërit sunet është traditë e Ibrahimit a.s., të cilën e kanë ndjek gjithë profetët mbas Ibrahimit a.s. Mojsiu, Musaj, Jezusi, Isai a.s. A e dini kur është bërë sunet Isai a.s. Në cilën ditë është bërë sunet? Edhe ku është bërë sunet? Se mos lexoni pak nga fetë e tjera, lexoni, por s'ka problem. Është bërë sunet Isai a.s. Jezusi ditën e 8. Dhe është bërë në tempull. Kështu që bërja sunet është traditë e Ibrahimit a.s. Dhe kushdo që i thot vetes abrahamik, duhet më u bë sunet. Ndërsa kjo theologja duhet arrestuar, duhet denoncuar pikë së pari, dhe pastaj duhet arrestuar. Kisha gjën në dorë, pasha Allahun që nuk ka zot tjetër veshti, e kisha në fut në burg 3 vjet të theologen. E kisha fut në burg 3 vjet
në mënyrë që mos të flasim më në fenë e Zotit pa dituri, të zëj mend, edhe mos t'i mashtroj njerëzit duke thonë që unë jam teologe, ndërsa këshilla ime për këtë motrën që i paska ik truni, mos t'i ki truni fare, po merre fenë nga njerëzit e sigurt dhe të besueshëm, dhe jo çdo njeri që flet në TikTok apo në Instagram apo në Facebook apo në YouTube dhe e shkruan aty teolog apo teologe, do të thotë që merret feja prej saj. Ka shumë kokë shpuar, thoshte nën Minja, Allahu më shiroft, ka shumë kokë shpuar që i thon vetes theolog apo teolog të flasin në këtë gjuhë. Prandaj mos merrni dije as informacion nga njerëz të pa autorizuar. Të ndjek gjithmonë, hajde inshallah s'kemi mërzit. Më erdhi në mendje një pyetje. Hajde, bismillah. Doja të pyesja, thot, vaksinimi i fëmijëve është i detyruar të bëhet nëse prindi o vëllezër dhe motra. Shiqyr që ka bënë pyetje. Na është bërë vaksinimi tek disa prej muslimanëve sikur me qenë dalje nga Islami. Mëngjes, drek, dark, diskutimi për vaksinimin e ku dëgjon e tjerë. Lejeni njerëzit rahat. Kush do me bo vaksina, le të boj. Kush nuk do, mos të boj. Unë për veten time, këshillën time kam që ne duhet i vaksinojmë fëmijët. Por duhet të jemi të kujdesshëm tek vaksina që zgjedhim dhe koha që e bëjmë vaksinën. Pra, jo çdo lloj vaksine që ka ose që jepet duhet ja bëjmë fëmijëve tanë, po të interesohemi për prodhimin më të mirë që ekziston. Unë për veten time do të jap një përvojë personale me fëmijët e mi, të gjithë u kanë bërë vaksinë, nuk a kanë bërë në afatet, le të themi ligjore fikse, u kanë bërë pak më vonë dhe të gjitha vaksinat i kanë blerë. Përveç se kur janë vaksina që janë të komunitetit Europian, ose Amerikës, ose Kanadas, ose të Australisë, i kanë bërë, s'kan ble. E nëse janë aziatike apo afrikane, nuk e kanë fut në trupin e fëmijës tim. Dhe do të doja që muslimanët mos të merren me këtë temë se janë bërë gazi botës në këtë temë, fatkeqësisht. A thua ti që me bo vaksinë, o Zot, se çfarë ke bërë? Jo, për nga që autizmi këto problemet nuk e zgjidhim ne dot këtë gjën. Këshilla ime është që të jemi sa më të rregullt. Sepse një fëmijë pa vaksinuar mund të pra është si thuhet i predispozuar ose i ekspozuar që të marrë çdo lloj problematike. Janë shumë smundje në botë që janë zhduk nëpërmjet kujt? Vaksinave. Meningjiti, fruthi, thuaj ca tjera, tuberkulozi, e tjera. Kush i mohon këto gjëra, do të thotë se ka probleme me sistemin qendror të menduarit. Pa ka abuzime që këtu mërkur, mund të ketë abuzime, për këtë arsye po themi, sigurohu. Nuk është kusht i përmbahesh datës fikse, një, dhe e dyta, sigurohu me gjën më të mirë që ekziston treg. As efekte anësor, as edhe problemi s'kam pasur. Rasti im, po ndi shumë vëllezër tjerë që janë shumë të rregullt. Ne i sugjerojmë dhe i këshillojmë muslimanë që të jenë sa më të rregullt. Kështu që mos të hapen tema të tilla se në habitën. Kam gjetur këtë shkrimin në internet i cili thotë: vdekja fillon 9 muaj përpara, ashtu si lindja që zgjat 9 muaj. Nga i gjenë të gjona më burri dhe la ilaha illallah. Nga i gjenë më vëlla. Për këto nuk ka kush e arreston, nuk ka kush i fut në burg. Nuk ka kush i fut në burg. Këta njerëz duhen fut prangat çatje ke veni.
A prishet tot abdesi me gjithëdhënie? Jo, nuk prishet abdesi me gjithëdhënie. Sot dëgjova se nuk bën me nejt vetëm në shtëpi. A është e vërtet? Po çfarë më bën, me marr komshiun? Apo me marr lagjen? Hadithi flet për raste kur ka rreziqe, kur ka probleme, kur mund dëmtohet dikush po të flej vetëm, kur janë mundësit me flet, me fjet, pra edhe njerëz të tjerë, po këtu nuk bëhet fjalë kur ka siguri, kur ka kushte dhe kur nuk ka, gjithmonë ideja kush është o vëllezër. Ideja është siguria e jetës njeriu. Islami pse ka thonë s'bën me flet vetëm, se mund të kesh probleme natën me frymëmarrjen, mund kapi trumpoza, mund të zej diabeti, mund të kesh tension, ke nevojë për njerëz, me pas njerëz pranë. Kjo është ideja. Se edhe këtë çështje mund të jetë bërë kjo pyetje këto ditë të fundit me qindra herë. Pra ideja është kur sigurohet, kur nuk ka siguri jeta e njeriu, kur mund të rrezikohet jeta e njeriu, thotë s'bën me flet vetëm. Pse? Sepse mund të kesh problematika, ku dëgjon e tjerë. Po jo, s'bën me flet vetëm, po s'kam njeriu. Shko merr komshiun, ose shko fleke komshiu, që mos me flet vetëm. Pra ky është problemi i nxjerrjes së tekstit nga konteksti. A thua ti që s'ka Islami tekst tjetër për të flet me gjumë vetëm se këtë, edhe e ngrej ngurgule. Desha të pyes për një shok ton që është i fesë muslimane, por ka një problem, i cili është mosbesimi në botën e përtejme. Ky nuk është musliman. Ky quhet qafir, mohues. Një njeri i cili nuk beson botën e përtejme, pra botën tjetër, është i pa fe. Kafirun ose qafir, i pa fe, mohues. Pra ky edhe pse i thot vetes musliman, apo mund ta ketë emrin Islam, po faktikisht ky është kafirun billah, mohues i Zotit. Kështu që ky duhet të futet në ca kurse trajnimi. Ky duhet të futet në disa kurse trajnimi që të bëhet musliman. Kam një të afër mendime femër të cilët i shfaqen në trup forma të ndryshme vizatimesh. A do thotë kjo se ka magji të zezë? Mund të jetë në smundje. Ka smundje lëkure të caktuara që i krujtje me bën njeriu i kthehen në lloj alergjie që duket sikur është piktura apo sikur është vizatim. Siç ishte rasti atij fëmis në Dagestan atëherë manin mend. Fëmia mrekullie i shfaqet Kur'anin. Tropa i kishte pas një lloj alergjie në lëkurë. Ata i shkruajnë ajete e Kur'anit, ato ajete bëshin puçra të vogla dhe i shfaqet Kur'ani. Erdhi në botë profeti, thoshin mediat, atëherë kështu me radhë. E kur e kundërshtuam ne, u çun, çfarë thotë ky, si mohon ky Kur'anin? Na myt mbudallait çish në atë kohë. Presupozohet jenë paksu, po s'ka gjasa. Kështu që pse shfaqet diçka kështu nuk do thot patjetër magji. Mund të jetë alergji, mund të jetë smundje, duhet më u vizitu. Nëse vizitohet dhe thonë ato ti nuk ke as alergji, as lloj problemi, po ke i gjë që ne si mjeksi dhe si shkencë nuk ta komentojmë dot, atëherë bjerë ke Hoxh Muhamedi këtu, ke rukjet, ta kënon Muhamedi, në ta bjerë në Terezi, inshallah, ta bën qiqër, inshallah, me shpresë Zotit. A ka ndonjë nga ana fetare kur një i afërm shikon në ëndër emrin e fëmisë që ti ke? Për shembull, kushëri im ishte thazën dhe daja i burrit më thotë që ka mbarë ëndër që çuni duhet të ketë emrin dhe i përmend emrin. Jo. Larg ëndrave që diktojnë emra njerëzish. Larg. Ëndrat nuk mund të jenë burim i urdhëresave apo i ndalesave. Dhe mos ja hapni derën këtij muhabeti, se po ja hapet derën këtij muhabeti, do të vijë ëndra tjetër, thot rasja për në mal, do të vijë ëndra tjetër, thot ikni për në lum, do të vijë ëndra tjetër, thot ikni për në det, edhe hajde maj budallojnë pastaj
Kam dëshirë të filloj agjërimin e Daudit alayhis salam, mirë po I bie që të bjeri ndonjëherë premte apo ashtu, s'ka asnjë lloj problemi fetarisht. Agjërimi I Daudit alayhis salam një ditë po I ditë jo është agjërimi më I mirë që ekziston. Dhe nuk ka problem nëse qëllon ndonjëherë e premte apo ashtu. Keshja një pyetje për nikahun me hoxh, a e kemi obligim pasi kam 12 vite martesë, mirë po nikah me hoxh s'kemi bërë. O ju përdesa jeni martu që doni hoxhën. Që doni hoxhën. Larg hoxha. Jeni në rregull, a jeni martu? Po. Hoxha të rrim shtëpitë vet. Jeni në rregull. Qëllimi I nikahut kush është? Familja e vajzës të jetë dakord, vajza të jetë dakord, çuni të jetë dakord, dëshmitarët ta dëshmojnë këtë dakordsi dhe të bëhet një dhuratë që e kërkon vajza, të përmenden kushtet që mund të ketë djali apo vajza dhe mbaroj historia. Po mirë nëse bëhet kështu tradicionale, bëhet fejes, pijen kafet, bëhet dasma, a duhet bën nikah? Jo. Po s'është bën nikah te hoxha, po çfarë lidhje ka hoxha? Se mos është zina, po shkon ke hoxha, jo më hiç fare, s'ka lidhje fare. Sepse është plotësuar qëllimi I kujt? Është plotësuar qëllimi I nikahut. A keni bë fejes? Po. A keni pi kafet? Po. A keni ndru nishanet? Po. A keni bë dasëm? Po. Marroj historia. Çdo hoxhën. A mund shkohet ke hoxha, thot hoxha këtu des këtë bëj këtë, kjo duhet bë. Okej, këshilla, porosi, nuk ka asnjë problemi fetarisht. Ama nuk është kushti domosdoshmë ky thot kemi 12 vjet martum. A ka problem që s'kemi bën nikah hiç fare, më shohi. Me bismillah në rregull. Jam duke folur me një vajzë nga Tetova dhe kemi më shumë se 3 vite, I kam dërguar mësit. Mësit këta I thon ndërmjetësit, shkesit, siç I themi në Shqipënia mesme. Kam dërguar mësit thot, si I thoni ne thot, po mamaja nuk pranon kurse si, por babai pranon. Mos e pyetni fare, hiç. Përderisa baba thot dakord, vazhdoni procedurat. Nona ti fusi I tas lalt me pak krip, me ujë të ftohtë edhe ta pi 3 herë, mjesht 3 ditë, mjesht esull edhe para gjumit. E inshallah I vin mend. Dua të bëj nikah mirë, po babai dhe nëna ime nuk më japin leje për arsye se familja e vajzës, ne me familjen e vajzës pas kemi një lidhje të largët. Pra, domethënë familja e vajzës dhe familja tona kanë një lidhje të largët dhe familja e vajzës dhe babai, pra nëna dhe babai I vajzës janë dakord, mirë për problemin ma bëjnë baba dhe nëna ime. U bo 2 vjet që mundohet t'i bind babën dhe nënën. Atëherë çoj këtë videon time, inshallah ju vjen mendja. Mos e ndaloni djalin të martohet me atë që do. Përderisa familja e vajzës janë dakord, unë çfarë të bëj kur s'ngjon baba vajzës dhe nona vajzës? Na ka zonë halli me këto tjerët. Jo thot se ne kemi lidhje të largët. Po fjala e largët çfarë do të thot? Sa është e largët? Sa? Sa kilometra? Sa milje? E rëndësishme, ti se si e zgjidh këtë punë, Allahu ta lehtësoft. Unë nuk them dot le prindit që të martohesh. Ama unë I them prindërve të tuaj që të friksohen Zotit e mos ta ndalojnë djalin të martohet me atë gocë që do. Është gjuna I madh për prindin të bëhet pengesë që djali të martohet me një gocë që e don dhe goca e don dhe familja e gocës është dakord, nuk ju dhem atyne, po ju dhem këtyne. Kupton ti çfarë ban kjo botë apo jo? Prandaj të dashur prindër të këtij djali, friksojeni Zotit, e lejeni çunin në rahat, të krijojë familje e mos u boni në partinë e budallëve. Dhimbja e kokës është shenjë e banorëve të xhenetit. Ibn Rexhepi Allahu mëshiroft ka thënë dhimbja e kokës apo migrena e kapte shpesh pejgamberin alayhis salatu wasalam gjatë jetës së tij në konte me ditë të tëra për tyre. Prandaj edhe ka thënë dhimbja e kokës është nga shenjat të o vëllezër. Këta njerëz që posin gjërat na çmendën. Domethënë, një qafir I dhem koka, xhenet ky se
shpërshemrave të banorëve të xhenetit. Hadithi që flet për dhimbjen e kokës bëhet fjalë për një rast beduin i cili ishte mendje madh, i cili ishte shumë arrogant, edhe nuk e kishte sprovu Zoti me asnjë gjë. Edhe filloi të u lavdruaj. Momentin që njeriu nuk sprovohet me asnjë gjë dhe është arrogant, ky është problem shumë i madh. Për këtë arsye ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, la khayra fi man lam yusibillahu minhu. Nuk ka hajër në atë njeri që Zoti nuk e sprovon. Nuk ka hajër në atë njeri që Zoti nuk e sprovon. Domethënë, kur sprovon, shenjë mirë, por të lënë, të thotë se ka diçka që s'shkon. Mirë, po ta shkëputësh këtë fjalë, thosh, kujt i dhem koka është xhenetli dhe kujt nuk i dhem koka, a ka venin xhenem? Kjo është me lujt, me termat. Pra hadithi është thënë në një kontekst caktuar, një situatë caktuar, në një rrethant caktuar, dhe nuk bën që të shkëputet në këtë formë kaq mizore dhe të pamëshirshme. Të del lajmin e për TikTok nga këto tiktokerat e tiktokeret, këta që i këpusin gjonat edhe dhimbja e kokës. Kaq, banori i xhenetit, mos dhimbja e kokës, në xhenem. S'ka kush arreston, bën qef. A është e vërtet që hiqet magjia duke shkryer plumb? Jo, shkrirja e plumbit është vazhdimsi e magjisë. Prandaj kujdes. Largoni nga këto mashtruesit dhe sharlatanët që thonë u largojmë magjin duke shkryer plumb. Vetëm se u arrasin më fort. U ashtyn më fort. Prandaj mos pranoni. Që nga ka gjetë. Jam një motër besimtare, jam shtatzën dhe djalit emrin duhet ja vë Muhammed. Mirë po burri do me ja vën Troj. A mundem që kur t'ja kënoj me zanin në vesh, unë t'i them Muhammed, në dokumentet t'ja shkrujmë Troj. Që në këto muhabete, burë pashë Zotë. Troj do më thonë, tha drejqi. X person Troj. A e përdorni? Troj. Qa do të thot Troj? Tha drejq. Të morë drejqi. Këj që Troj. Tani gruja do me avu Muhammed, mashallah emri më i bukur që ekziston, tërsa burri dhe me avu drejqi. E ne thot tani, kur ti kënoj me zonin në vesh, ti themi Muhammed. Kur të shkruajmë dokumentet, të shkruajmë drejq, Troj. Jo, pra nuk funksionon kështu. Nuk funksionon kështu dhe fëmia ka një emër. Emri më i bukur që keni zgjedh është emri Muhammed. A duhet më prej një pemë që mbin mbi varr? Po normalisht dhe i shkatit vdekmet, kështu që priten pemët, e pritet çdo gjë që është mbi varre.